Të ditën e diel, kush janë më të favorizuar? Gaforret apo peshorja? Në fakt, nuk rria do të pak për të pyetje. Bëre shumë mirë, edhe pse i bëra një screenshot hartave, por dhe kjo... Gaforja, t'ja themi dhe publiku, është kryeministri, ndërkohë peshorja është... Atëherë, nëse kemi të bëjmë sepse unë kam disa pikpyetje, po do më thonë që si jam mirë nga mend të kokës për sa i përket datëlindjes doktor Berishës, kështu që... Me çfarë dim dhe kemi? Me atë çfarë kemi të publikuar, ka atë momentin në të cilën ndodhemi, në këto momente që flasim, planeti fatit favorizon shenjajrit. Por, në vendosjen e tij duket sikur planeti veprimit është eksaktësisht mbi Plutonin e vet dhe kjo sjell shumë vështirësi për të arritur qëllimin që do. Pra, ka një përplasje, kështu që shpresoj që të mos jetë kjo data e lindjes së tij. Ndërsa pra nëse doktori nuk është peshorja, do ketë më shumë fat. Nëse nuk ka këtë datë, sepse Mars mbi Pluton është pak e vështirë që të arrijmë qëllimin, sepse i duhet është edhe në gradë të barabarta. Për sa i përket Gaforës dhe datëlindjes. Te datëlindja e kryeministit kemi planetin e fatit eksaktësisht mbi Venusin e vet dhe kemi një Mërkur që kalon mbi hënën e tij datën 11 në të gdhirë datës 12, kështu që yjet i kam me vetëm. Qartë. Kështu që po na thua që kryeministri favorizohet, jo nuk them. Është i favorizuar për një mandat të katërt. I favorizuar nga yjet. Ndihmohet shumë.